Dhe ja ku jemi në prag të një ndeshje tepër të rëndësishme, unë do thosha me përmasa të jashtëzakonshme të kombëtares tonë nesër në Poloni, në Varshavë. Të gjithë me shpirt e zemër jemi në Varshavë, do jemi në Bratislav, se luan dhe Kosova. Janë emocione të jashtëzakonshme dhe ne shqiptarët në raste të tilla fusim brenda shumë element për treguar se nuk është thjesht vetëm tundja e flamujve, por janë këmbët e futbollistëve ata që do të përcaktojnë. Megjithatë ka disa elemente të cilët më bëjnë që të jem shumë optimist. Ndeshjen e Varshavës mendoj se duhet ta fitojmë për një arsye që polakët mund të jenë përgatitur duke parë futbollistët tanë që ndoshta disa prej tyre janë dhe jashtë formës, por unë mendoj që kur të zbresin në fushë me shpirt dhe me zemër ata do të japin më të mirën dhe unë shpresoj natyrshëm te këmbët e tyre, zemra e tyre, po doj Zoti na jep dhe një dorë siç na dha për Europianin. Por polakët nuk e dinë që ne atje shkojmë me një armë të fshehtë. Ku e dinë polakët se për herë të parë nga Shqipëria shkon si antari më i ri i Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit Blendi Fevziu. Po Blendi Fevziu do t'i shkatërroj ata. Sa të shikojnë Blendin ata do të merrohen, do hutohen, sepse ai do të bëjë ca pyetje provokative plakëve, ata do hutohen, në fakt do t'i rrafin golin. Është strategji kjo. Ose më saktë, do ta lidh me një histori pak më të shkurtër. Një prindë kishte djalin shumë problematik në shkollë. Nuk s'kishte mundësi, ai dinte mase, lexonte i shkreti, po s'mbushte. Lexoi. Një 3 ditë rresht, ditën e 4 ishte provimi. I thot babai, dëgjoj bir, që të thithësh tamam, mirë është mos kesh stres. Hiqe stresin, largoje stresin, pa stres dhe ti je këtë i sigurt që do japësh më të mirën. Vajti djali, dha provimin, o kthye. Humor biri tha. Baba tha, stres zero, siç më the ti, por ngela. Kështu që edhe kjo ndeshje, po edhe po humbën, po s'është fundi botës. Një ekip në rritje. Tani shtri këmbët sa ke organit. Dhe ne do të flasim që ku jemi ne, ku është Polonia, po edhe pse nuk e konsideroj shumë se edhe Polonia ka të problemet e veta. Por kjo nuk më heq optimizmi që në 2 ekipet kombëtare që kemi, njëra do kualifikohet patjetër. Janë që të dyja në një rrugtim të vështirë, po le të shpresojnë shumë. Mbi të gjitha, le të kënaqemi me futbollin e bukur, çuna tan janë. Në çdo kohë dhe si do të jetë gjithmonë duke ofruar talente të reja, jam shumë i sigurt që Shqipëri dhe Kosovë po të bëjnë bashkë, mund të bëjnë një ekip shumë të bukur për të rivalizuar ekipe shumë më të forta. Kurse kështu, le të gëzojmë me këto që kemi. Megjithatë, jo vetëm si një tifoz, po tamam brenda shqiptarisht, përpara Shqipëria, përpara Kosova dhe Zoti bashkë me të dyja.